I zgjedhuri, Zoti sapo të thirrë. I dashur mik, i dashur vëlla ose motër në Krisht, mirë se erdhe në këtë moment të shenjtë. Nëse po e dëgjon këtë mesazh sot, di një gjë me siguri, ti nuk je këtu rastësisht. Zoti të ka sjellë këtu sepse ka ardhur momenti yt. Periudha e vuajtjes, e mungesës, e ankthit financiar dhe e netëve pa gjumë po mbaron sot. Ti je i zgjedhuri. Ti je ai që Zoti e ka shënuar me hirin e tij të mrekullueshëm. Dhe sot, nëpërmjet kësaj videoje, do të marrësh fjalën e tij që do të ndryshojë përgjithmonë jetën tënde. Pika 1. Fundi i vështirësive. Dëgjoj me kujdes këtë deklaratë të fuqishme. Periudha e mundimeve financiare ka mbaruar. Periudha e ankthit, e frikës se si do të paguash qiran, si do të mbushësh frigoriferin, si do të paguash borxhet, ka marrë fund sot. Zoti vet ka marrë përsipër përgjegjësinë për pasurinë dhe mirëqenien tënde. Ai nuk është më një spektator. Ai është tani menaxheri kryesor i jetës tënde financiare. Ai që krijoi universin, ai që numëron yjet dhe u jep emër të gjithëve, ai po të thotë sot, biri im, bia ime, unë po e marr në duart e mia çdo gjë që të ka shqetësuar. Imagjino për një moment, të gjithë ato net kur ke qarë në jastëk, të gjithë ato ditë kur ke ndier turp sepse nuk ke pasur të mjaftueshme, të gjithë ato herë kur ke thënë nuk di si do të dalë. Zoti I ka parë të gjitha. Dhe ai po të thotë, mjaft. Sot fillon një kapitull I ri. Një kapitull ku ti nuk do të luftosh më për të mbijetuar, por do të jetosh në bollë. Ku nevojat e tua do të plotësohen para se të lindin. Ku Zoti do të hapë dyert që asnjë njeri nuk mund t'i mbyllë. Deklaro me zë të lartë, periudha e vështirësive ka mbaruar. Unë hyj në sezonin e bollkut të Zotit. Pika 2. Besimi si një fëmijë. Zoti nuk të kërkon një besim të rëndë, të lodhur, të plot ankth. Ai të kërkon besimin e një fëmije të vogël. Mendo për një fëmijë të vogël. Ai nuk shqetësohet se ku do të vijë darka. Ai nuk llogarit faturat. Ai nuk mendon për inflacionin. Ai thjesht e di që baba ose mama do të kujdeset. Ai fle I qetë sepse ka besim të plotë. Kjo është ajo që Zoti kërkon prej teje sot, besim aktiv. Një besim që nuk rri pasiv, por që lëviz qiej. Një besim që të bën të flasësh si të kesh tashmë, të ecësh si të kesh tashmë, të jetosh si të kesh tashmë. Edhe kur situata të thotë nuk ka mundësi, besimi yt I fëmijës do të thotë, por baba im qiellor ka mundësi për gjithçka. Ky besim është arma më e fuqishme që ke. Ai të bën të pavarur nga rrethanat. Ai të bën të paprekshëm nga lajmet negative. Ai të vendos në një dimension tjetër, dimensionin e mbretërisë së Zotit, ku çdo gjë është e mundur për atë që beson. Deklaro tani, unë kam besim si një fëmijë. Unë nuk shqetësohem më, sepse baba im qiellor kujdeset për mua. Pika 3. Shembulli I Jozefit. Le të shkojmë së bashku në Bibël dhe të shohim historinë e Jozefit. Ky djalë u tradhtua nga vëllezërit e tij, u shit si sklav, u burgos padrejtësisht. Çdo gjë dukej e humbur. Por Zoti po punonte prapa skenave. Çdo tradhti, çdo burg, çdo lot, çdo natë e errët po e përgatiste Jozefin për një pozicion të lavdishëm. Nga burgu në pallat. Nga sklavi në kryeministër të Egjiptit. Nga I harruari në atë që shpëtoi kombet të tëra nga uria. Po kështu edhe për ty Zoti po punon prapa skenave edhe tani. Edhe kur ti nuk sheh asgjë, ai po të përgatit. Edhe kur njerëzit të tradhtuan, edhe kur të hodhën poshtë, edhe kur të harruan, Zoti po të çon drejt një fundi të lavdishëm. Historia jote nuk po mbaron në burg. Ajo po shkon drejt pallatit. Zoti do të ngrejë në një vend ku të gjithë ata që të pan të poshtëruar do të shohin të bekuar. Ai do të bëjë dëshminë e tij të gjallë.
Deklaro, si Jozefi, unë do të ngrihem. Zoti po e kthen çdo gjë në të mirën time. Pika 4. Ignorimi i kritikëve dhe pasuria e përjetshme. Kur Zoti të bekon, asnjë mallkim njerëzor nuk mund të të ndalojë. Njerëzit mund të flasin, mund të kritikojnë, mund të kenë zili. Por kur dora e Zotit është mbi ty, asnjë fjalë negative nuk ka fuqi. Pasuria që po vjen në jetën tënde nuk është pasuri e kësaj bote që prishet, që preket nga inflacioni, nga kriza apo nga ekonomia. Kjo është pasuri hyjnore, e përjetshme, e qëndrueshme, që shumë fishohet dhe nuk mbaron kurrë. Është bekimi që vjen me paqe, me gëzim dhe me qëllim. Ti nuk do të jesh më rob i sistemit. Ti do të jesh mbi sistem. Zoti do të jap ide, mundësi, lidhje dhe bekime që askush nuk mund t'i shpjegojë me logjikën njerëzore. Pika 5. Qëllimi i pasurisë. Ky bollëk nuk po vjen vetëm për rehati personale. Zoti të bekon që ti të bëhesh bekimi për të tjerët. Do të ndihmosh familjen tënde. Do të ndërtosh komunitete. Do të mbështesësh kishën. Do të ushqesh të uriturit, do të veshësh të zhveshurit, do të ndihmosh ata që janë në nevojë. Pasuria jote do të ketë një mision. Ajo do të jetë vegël në duart e Zotit për të ndryshuar jetë, për të shpëtuar shpirtra dhe për të sjellë mbretërinë e Zotit në tokë. Ti do të jesh një dhurues i madh. Një ndërtues i mbretërisë. Një shembull i gjallë se çfarë ndodh kur dikush i dorëzohet plotësisht Zotit. Pika 6. Veprimet hyjnore. Tani është momenti yt i veprimit. Bëj like në këtë video tani. Abonohu në kanalin dhe aktivizo zilen. Dhe më e rëndësishmja, shkruaj në komente numrin 707. Ky numër përfaqëson plotësimin hyjnor. Kur e shkruan, ti po aktivizon në frym këtë frekuencë të bollëkut. Ti po i thua Zotit, unë besoj. Unë e pranoj. Mbyllja e fuqishme, rreth 3-4 minuta, deklaro me zë të lartë bashkë me mua, unë jam i zgjedhuri i Zotit. Unë jam i favorizuar. Pasuria ime është e siguruar nga Zoti. Unë hyj në sezonin tim të bollëkut. Çdo vështirësi ka mbaruar. Unë jetoj në hirin e Zotit. Amen. Falenderoje Zotin tani. Falenderoje për atë që po vjen. Falenderoje sepse ai është besnik. Nëse ke nevojë për lutje të veçantë, shkruaj në komente. Unë do të lutem për secilin prej jush. Zoti të bekoft me bollëk të pafund. Ne shihemi në videon tjetër. Amen.